Zbulohet tuneli I mbushur me makina të vjedhura. Autoritetet e Los Angelesit kanë zbuluar një rast të pazakontë që ngjan me një skenar filmi. Një grup hajdutësh kishte shndruar një tunel të braktisur në një vend fshehje për makina të vjedhura nën qytetin e Montebelos në Kaliforni. Tuneli që dikur ishte ndërtuar për menaxhimin e ujrave të lumit San Gabriel si pjesë e projektit ushtarak Whittier Narrows ishte jashtë përdorimit prej vitesh, fal strukturës së tij prej betonit të përforcuar dhe thellësisë nën tokë. Sinjalet GPS nuk funksiononin, gjë që e bënte pothuajse të pamundur lokalizimin e automjeteve të fshehura aty. Dy vëllezërit kishin ngritur aty një punishte të fshetë ku çmontonin makinat e vjedhura dhe shisnin pjesët në tregun e zi. Sipas policisë, aktiviteti I tyre kishte vazhduar për muaj të tërë pa u zbuluar. Operacioni mori fund pas një denoncimi për një markë luksoze të vjedhur. Kamerat e sigurisë e kapën njëri nga hajdutët duke hyrë në tunel dhe një helikopter policie ndoqi deri në hyrje, kur forcat aty brenda mbetën të habitura nga numri I automjeteve të fshehura dhe pajisjet e përdorura për riparime.